Udhëtimi nuk ka pse të rëndojë mbi xhepat tuaj. Mjafton të zgjidhni destinacionet e duhura për të përjetuar aventura të paharrueshme, pa sakrifikuar argëtimin, shkruan John Bills në një artikull të botuar në të përditshmen britanike Time Out. I konsideruar si një nga lukset më të mëdha të jetës, udhëtimi tashmë nuk është privilegj vetëm i turistëve me buxhet të lartë. Për fat të mirë, për aventurierët që kërkojnë të kursejnë në mbar globin, ka destinacione që ofrojnë përvoja majgjepsëse, kulturë të pasur dhe çmime të përballueshme. Evropa shpesh e perceptuar si e shtrenjtë, fshi alternativa miqësore për portofolin. Sipas vlerësimeve, 6 vende në kontinent renditen ndër më ekonomiket për të vizituar, duke ofruar kombinimin ideal mes kostos dhe eksperiencës. Ndërkohë që Evropa perëndimore mbetet sfiduese për buxhete modeste, pjesë të tjera të kontinentit ofrojnë mundësi të shkëlqyera për pushimet cilësore, me shpenzime të arsyeshme. Koha për aventurë ka ardhur, dhe nuk ka nevojë të shtrëngosh buxhetin para se të bësh gati valixhen. Revista britanike Time Out ka përfshirë Shqipërinë në listën e 6 vendeve më të mira dhe më të lira për të vizituar në Evropë, duke e cilësuar atë si një nga destinacionet më emocionuese dhe me raportin më të mirë cilësi-çmim në kontinent. Sipas artikullit, udhëtimi nuk duhet të jetë domosdoshmërisht i kushtueshëm për të përjetuar një përvojë të jashtëzakonshme. Për turistët me buxhet të kufizuar, Evropa lindore ofron alternativa të shumta të përballueshme, ndërsa Shqipëria spikat për kombinimin e natyrës spektakolare, mikpritjes dhe çmimeve konkurruese. Në fokus të veçantë vjet Bregdeti shqiptar, i konsideruar si atraksion kryesor i vendit. Qytetet si Saranda, Vlora dhe Himara përmenden për peizazhet mbreslënse Buzdetit dhe koston e ulët krahasuar me destinacione të tjera mesdhetare. Artikulli thekson se vizitorët mund të kalojnë pjesën më të madhe të kohës pranë detit, duke shijuar plazhet dhe atmosferën relaksuese. Në veri, Shkodra përshkruhet si një qytet që pasqyron jetën autentike urbane shqiptare, ndërsa Tirana vlerësohet si një nga kryeqytetet më pak të njohura të Evropës. Përveç Shqipërisë, në listën e publikuar nga Time Out përfshihen edhe Bosnia-Hercegovina, Lituania, Serbia, Polonia e Bullgaria, të cilat vlerësohen si destinacione që ofrojnë eksperienca të pasura turistike me kosto të ulët. Ky vlerësim i fundit konfirmon rritjen e interesit ndërkombëtar për Shqipërinë si një nga destinacione turistike konkurruese dhe në zhvillim, duke pozicionuar vendin tonë në hartën e turizmit evropian.